nëse vë intereson, a do të ndodh një altcoin season, çka është një altcoin season dhe pse nuk është duke ndodhur, atëherë kjo video është për ju dhe duhet të ndiqni deri në fund. Së pari, duhet të shpjegojmë disa pika fillestare. Të gjithë kriptovalutat përveç Bitcoinit janë altcoinsa. Dhe shumica e njerëzve, në fakt, investitorët, institucionet dhe ETF blejnë Bitcoin. Pse blejnë Bitcoin? Se normalisht Bitcoin janë duke konsideruar si gold digital. Dhe shumica e investitorëve që të mos humbisin para nga inflacioni dhe duan të ruajnë paratë e tyre, çka bëjnë? Zgjedhin të investojnë në Bitcoin. Siç janë duke bërë shumica e shteteve, domethënë janë duke e kanë pruar ligjin që një përqindje të buxhetit shtetëror që të investojnë në Bitcoin. Dhe normalisht këto investitor çdo herë investojnë në Bitcoin për shkak se është më i sigurt se të gjithë coinsa tjera dhe është kryesori. Por që të ndodh një altcoin season, çka do të ndodh? Këto investitorët, shembull, kanë investuar, ta marrim një shembull konkret. Shembull, një investitor ka investuar $1 milion në Bitcoin dhe e ka bler Bitcoinin kur e ka pas çmimin $50.000. Dhe që tash ky investitor në çmimin $105.000 është 105% në fitim. Do me thonë, ka investuar $1 milion që tash është gati $2 milion investim. Që do me thonë se ai është $1 milion në fitim. Dhe normalisht ky investitor që tash ka shtyr $2 milion dhe ai që tash nuk do të pres Bitcoini që të shkojnë në 200.000, 300.000 ose 400.000 $. Pse? Bitcoini një ditë do të kushtoj më shumë se edhe $1 milion, por Bitcoini do të kushtoj më shumë se $1 milion, ndoshta mas një halvingu ose 2, që do të thotë mas 5 vjet ose mas 10 vjetë. Dhe këto investitorë çka bëjnë? Dalin prej Bitcoinit, e morin fitimin dhe investimin dhe që tash ata janë duke kërkuar një altcoin që do të dyfishoj ose trefishoj investimin e tyre. Dhe më njëherë ato shkojnë të investojnë në altcoinse që janë më stabil. Për shembull, shkojnë të blejnë Ethereum, si çdo herë shembull ndodh rritja e Ethereumit masi dalin nga Bitcoini, ndodh Ethereumi dhe kështu me radhë ndodh edhe rritja e tokenave tjerë. Blejnë Ethereum dhe në Ethereumin shembull e dyfishojnë investimin që e kanë pasur në Bitcoin, në fakt e trefishojnë dhe masanej shkojnë kapitali të rrjedh më poshtë. Investojnë në altcoinsa që janë pak më të sigurt. Shembull investojnë në Solana, investojnë në Doge, Cardano, investojnë në Toncoin, Hedera, në Polkadot dhe këto coinse që ata mendojnë se janë më të siguruara, që nuk do të humbosin më njëherë. Bëjnë këto, normalisht të gjithë njerëzit të mëshëm dalin nga Bitcoini, e dyfishojnë, trefishojnë investimin dhe kthehen në Bitcoin, blejnë më shumë Bitcoin se sa kanë pasur kur kanë dalë, dhe me çmim më të vogël. Që ta shumë njerëz janë duke pyetur se pse nuk është ndodhur një altcoin season. Së pari të shkojmë që të ndodh një altcoin season, së pari duhet Bitcoin dominancë duhet të bjerë. Njerëzit 64% njerëzit në market janë duke investuar në Bitcoin. Dhe për të ndodhur altcoin season, Bitcoin dominancë duhet të bjerë. Domethënë duhet të bjerë mbi 50%. Dhe kur do të ndodh Bitcoin dominancë të bjerë mbi 50%, atëherë kapitali, investimet dhe fitimet që janë nga Bitcoini, atëherë do të shkojnë më tutje. Domethënë ato do të shkojnë më poshtë. Domethënë do të investojnë në Ethereum, në Solana, XRP dhe kështu me radhë këto coinsa që janë në market cap. Edhe njerëz si pas meje se edhe nëse ndodh altcoin season, nuk do të jetë e fuqishme siç ka qenë çdo herë, është se para 7 ose 8 vjetëve unë mbaj mend kur ka ndodhur altcoin season, me thënë i fundit dhe i para fundit, ka qenë në kripto kanë pasur në dispozicion kena pas gati 17.000 ose 18.000 kriptovaluta. Sot ne kena mbi 16 milion kriptovaluta. Që tregu nuk ka aq para që të ndodh i njëjti altcoin season siç ka ndodhur para 4 vjetëve, se në dispozicion janë 16 milion kriptovaluta. Normalisht se 50% janë scam, por duhet të jemi edhe real që momentalisht kemi 16 milion kriptovaluta. Dhe për të ndodhur një altcoin season, duhet që të gjithë investitorët që janë në Bitcoin, domethënë ETF dhe institucionet dhe shtetet, duhet ato që të vendosin të shesin Bitcoini. Ata nuk kanë hyrë që të shesin Bitcoini për afat kaq të shkurtër, ato këtu janë afat gjatë. Dhe çmimi i Bitcoinit që është në çmimin $105.000, gati $106.000 që është duke mbajtur $100.000 stabil, nuk është këtu çmimi i Bitcoinit që ka bler komshiu juaj ose fqinje juaj ose naj kushëri ose doja ka bler Bitcoin për $100 ose $500. Domethënë nuk janë këtu për shkak se është retaili ka ardhur retaili i madh në Bitcoin dhe ka eksploduar çdo send dhe
njerëzit normal janë duke bler Bitcoin dhe kolegu juaj punës po bler Bitcoin. Por këtu çmimi është se për shkak se kena shumë investime të mëdha nga Bitcoin ETF, kena shumë blerje masive të mëdha nga institucionet, nga shtetet dhe sipas të dhënave të fundit, çdo muaj është duke bler më shumë Bitcoin se sa janë duke prodhuar minerë. Do të thënë Bitcoini është duke bler masiv nga këto persona. Dhe normalisht do të ndodh një periudhë ku sipas meje ku këto persona nuk do të kenë më ose të blenë nga minerët për shkak se minerët i ka shit të gjithë Bitcoinën dhe këto persona çka do të bëjnë, do të vinë në exchange dhe do të blejnë Bitcoin direkt nga exchange. Do të shkojnë në Binance, do të shkojnë në BitGet, do të shkojnë në MEXC dhe do të blejnë direkt Bitcoinin nga exchange, direkt në order book. Kur do të ndodh kjo, do të ketë një eksplozion të madh të Bitcoinit, por kur do të ndodh, ndoshta mund të ndodh pas 5 muaj ose mas 5 vjetëve, nuk e dim në këtë. Unë personalisht nuk muj të them ose nuk muj të caktoj një datë kur do të ndodh. Ka njerëz që caktojnë data që do të ndodh muajin e 6, muajin e 7, muajin e 8, që mirën me predikime dhe shpresojnë që do të ndodh. Unë nuk mirem me predikime, nuk parashikoj se ku do të shkojë Bitcoini. E di që Bitcoini mas 2 ose 3 halvinga do të kushtoj mbi $100.000.000 dhe unë personalisht nuk jam duke u mërzitur për Bitcoin, nuk jam duke vizituar 100 herë në ditë chatin e Bitcoinit, se e di që me Bitcoin unë personalisht jam për një afat të gjatë, 3 dhe 4 halvinga, që të thotë një halvinga 4 vjetë, dhe me thonë unë në Bitcoin jam prit 12 vjetë e më tërma, dhe me thonë do të investoj Bitcoin mas pauti 12 vjetë me radhë, dhe mas 12 vjetëve do të shohim se çka do të bëjmë me investimin që kena në Bitcoin, veç në Bitcoin dhe a do të dalim nga Bitcoini totalisht ose do të lëmë një pjesë dhe investimin dhe fitimin do ta shpërndajmë në investime tjera, do të shohim atëherë. Unë personalisht shpresoj që të ndodh altcoin season se edhe unë jam një përqindje të madhe në altcoinsa, por shpresojmë për të gjithë që të ndodh kjo altcoin season që janë shumica njerëz duke pritur me shpirt, me zemër dhe siç e shoh shumica njerëzve kanë humbur durimin, po dolin nga marketi me humbje, shesin, blejnë pa lidhje coina, duke menduar që do të shkoj X50, X100 vetëm se një person në TikTok, në Twitter ose në YouTube ka thënë që ki X tokeni do të fluturoj X50. Asnjëherë mos u mashtroni nga këto njerëz, por çdo herë bëni kërkime personale para se të investoni, se në fund nëse humbisni para ose nëse fitoni, ju jeni fajtor. Do me thonë, nëse ju nesër humbisni para, duhet të fajsoni vetveten, jo një person që e keni por në TikTok, YouTube ose në Twitter ose në Telegram. Duhet të fajsoni vetveten, duhet çdo herë të fajsoni vetveten. Kjo është mendimi jem, a do të ndodh, shpresoj. Nëse ju ka pëlqyer kjo videoja, mos harroni të bëni subscribe, më na përkroni një like për algoritmin e YouTube-it dhe mirë pafshim, David Amaral.